Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur të shtunën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese me mbi 390.000 vota ose 42.30% të votave. Pastaj renditet Partia Demokratike e Kosovës me mbi 190.000 vota apo 20.95%, ndërsa e treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 170.000 vota apo 18.27%. Koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismë Social-Demokrate është radhitur në vendin e katërt me mbi 66.000 vota apo 7.06%. Por kush janë kandidatët më të votuar? Sipas rezultateve përfundimtare, 10 kandidatët më të votuar nga të gjitha partitë janë: i pari Albin Kurti i Lëvizjes Vetëvendosje me 337.791 vota. I dyti Klau Kojufca i Lëvizjes Vetëvendosje me 264.407 vota. I treti Bedri Hamza i PTK-s me 173.526 vota. I katërti Lumir Avdiqiku i LDK-s me 146.401 vota. I pesti Faton Peci i Lëvizjes Vetëvendosje me 133.987 vota. I gjashti Hekuran Murati i Lëvizjes Vetëvendosje me 131.323 vota. E shtata Albulena Haxhiu e Lëvizjes Vetëvendosje me 125.722 vota. I teti Xhelal Zveçla i Lëvizjes Vetëvendosje me 122.407 vota. E nënta Donika Gërvalla Zhvarc e Lëvizjes Vetëvendosje me 113.239 vota. Dhe i vjeti Memli Krasniqi i PTK-s me 98.415 vota. Kujtojmë se subjektet politike dhe kandidatët mund të paraqesin ankesat e tyre lidhur me këto rezultate. Sipas ligjeve në fuqi, fillimisht ankesat mund të paraqiten në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në rast se ky institucion hedh poshtë ndonjë ankesë, pala e pakënaqur mund të ankohet në Gjykatën Supreme. Por edhe nëse Supremja i hedh poshtë këto ankesa, atëherë i hapen rrugët KQZ-s për certifikim, por nëse ndonjë ankesë shqyrtohet nga Supremja, atëherë procesi mund të vonohet.